Një prej qindra ishujve që Italia ka në gjithë detet e saj. Është një ishull i vogël, 3.5 km i gjatë, 800 metra i gjerë. Ky ishull që po shihni quhet Ventotene. Duket se historia e ishullit është njohuar fort dhe është e lidhur fort në 250 vitet e fundit me atë ishull përballë Ventotenes, me ishullin e Santo Stefanos, që njëkohësisht njihet si Ventotene. Në majën e ishullit, në majën më të lartë të ishullit, është ndërtuar një burg i cili u vendos në këtë ishull të shkret nga mbretëria e Napolit, nga Burbonët, në vitin 1795. Po që prej vitit 1795 dhe deri në vitin 1965, kur u mbyll në burgun e Santo Stefanos, ose në burgun e Ventotenes, kanë qenë të vendosur disa nga personalitetet më të rëndësishme të historisë italiane dhe për fatin e keq dhe të historisë Shqipërisë. Disa nga personazhet më të njohur të historisë Shqipërisë, të cilët në vitet 1939-1943 u internuan në atë ishull atje. Sot duket një zonë e qetë, me varkat, me vela, me turistët që lahen kudo mbi këtë platformë llave, është platformë llave vulkanike, po të afroheni mund të shihni edhe me gropat e saj të krijuara, të cilat shpeshherë mbushen me ujë, me pllakën po ashtu vulkanike, e cila është gdhëndur nga romakët. Insistoj dhe njerë, ky plazh këtu ka qenë një plazh romak, shiheni me shkallët, me pjesën e poshtme të lavës vulkanike dhe me një platformë në cilën me gjas hynin anijet e vogla ose varkat e vogla të peshkimit. Fshati është në këtë drejtim. Është shumë interesant, sepse sot pjesa më luksoze e fshatit janë banesat romake, të romakëve ndërtuara 2000 vjet më parë në shkëmbin vulkanik përballë. Ndërkohë që qyteti pak, ose po themi fshati, pak më mesjetar është më sipër. Ventotene ka sot 300 banor në dimër dhe 700 banor në verë. Është kryesisht një fshat që jeton me pak turizëm, ndërsa vitën parë ka jetuar kryesisht me peshkim dhe me mbjelljen e pak tokave që janë. Shiheni qyteti është atje, unë do mundohem të eci t'ju tregoj në fillim pjesën e lungomares, pra pedonalen që është shumë e bukur, dhe pjesën tjetër të qytetit nga brenda. Ndoshta më interesanti është fari që ndodhet atje prej shumë vitesh, të burgosurit, midis cilëve nga Shqipëria kanë qenë dy vëllezërit Kryeziu nga Gjakova, Gani dhe Sejt Kryeziu, Zef Mala, Zai Fundo, Safet Butka, Isuf Luzaj dhe shumë personazhe të tjerë, madje dhe presidenti i Republikës Italiane Sandro Pertini. Deti është shumë i bukur, është realisht shumë i bukur. Ky është porti i ri i ndërtuar, edhe pse është ndërtuar ballë për ballë banesave të vjetra 2000 ca vjeçare romake, të ndërtuara në hirin vulkanik. Ndërkohë do ju bëj një tur në atë pjesë dhe do ngjitem sipër në fshat. Një traget vjen 2 herë në ditë në ishull, paradite dhe mbasdite, kryesisht sezonin veror, për të sjell pak turist, të cilët mundohen të vizitojnë një nga ishujt më të largët dhe më të izoluar të Italisë. Thash, në fakt është njëri prej 3 ishujve të izoluar, 2 të tjerët janë Ponza dhe Ustica. Të 3 kanë qenë vend internimi. Diferenca qëndron në faktin që pikërisht në këtë zonë ishin Burbonët, të cilët e ndërtuan burgun 230 vjet më parë, eksaktësisht 230 vjet më parë, duke e konsideruar ishullin më të largët rreth 100 km nga Bregdeti i Napolit, ku mbritja me anijet me vela apo me rrema në atë kohë ishte i pamundur. Ndërkohë, me kalimin e viteve, në kohën e Mussolinit është ndërtuar kjo pjesë e portit, në cilën ndodhen varkat e vogla të peshkimit, që sidomos vitet e fundit janë kthyer në struktura për të përcjell turistët nga këtu në drejtim të Shën Stefanit, pra të ishullit ku ndodhet burgu, i cili edhe pse është i ndaluar të vizitohet në këtë moment për arsye të strukturave, është padyshim atraksioni më i madh turistik i zonës. Ndërkohë, kjo është lungomarja e bregut të detit, e cila është shumë interesante. Gjithë kjo strukturë që po shihni janë banesat vjetra romake, të ndërtuara 2000 e ca vjet më parë. Brenda çdo strukture, madje po hyj këtu për ta treguar pak më mirë, kjo ka qenë një banesë romake, e cila, kjo duhet të qenë një familje nobile se është shumë e madhe, është gdhëndur brenda shkëmbit rreth 2000 ca vjet më parë. Është shumë e bukur, shiheni, por gdhëndja e saj brenda shkëmbit është bërë për arsye të banimit nga romakët. Ndërsa sot,
Të gjitha shtëpitë romake, 2000 ca vjeçare, janë kthyer në lokale luksi në zonën e Ventotenës. Do mundohem të ecim më shpejt, që sa bukur janë dhe tavolinat sipër në këtë pjesë. Ky është një restorant, të gjitha janë thuajse restorante ose zona shërbimesh për të gjithë turistët që vizitojnë qytetin. Kjo është pjesa e diving, thonë që diving është shumë i bukur në këtë zonë. Edhe strukturat e mbulesave sipër janë bërë po nga romakët, të cilët e konsideronin një mundësi për të mbrojtur nga dielli përvolues i Mesdheut, që në këtë zonë është shumë i fortë. Zona ndodhet në fakt përballë Libisë, edhe duket sigur ka një pjesë të mirë të diellit, jo mesdhetar, po të diellit afrikan. Deri këtu, pra, gjithë struktura është strukturë romake, ndërkohë që sipër është struktura mesjetare e ndërtuar nga italianët. Thash, të gjitha bodrumet në brendësi të këtij shkëmbi, ose të gjitha kavat, po i quaj shpellat e vogla, janë në fakt ish banesa të ndërtuara nga romakët. Shkëmbi është me hi vulkanik. Pra, jo lavë vulkanike, se dhe unë kështu i thash, po banorët më thanë, është shi vulkanik, pra shiheni, ky është shi vulkanik, ndërkohë që në anën përballë janë varkat, të cilat kanë qenë mjeti kryesor i jetesës në vite në Ventotene. Tashmë ka filluar turizmi që ndryshon diçka. Kjo është një strukturë tjetër tashmë, kjo nuk ka lidhje me strukturën romake, po është një strukturë e ndërtuar në vitet, besoj duhet jenë dikur rreth 1700-1800, ku janë ngritur disa nga godinat që mbajnë 700 banorët e qytetit. Duhet pres pak trafikun e ndërlikuar për të ngjitur deri në qendër të Ventotenes. Ventotenia u bë shumë e famshme me internimet e saj. Këtu thash, ka qenë internuar Sandro Pertini, ish presidenti i Republikës Italiane dhe presidenti më i dashur, ose më popullor i Italisë së pas luftës, i cili ka qëndruar një periudhë të gjatë kohë në Ventotene. Ai ka qenë po ashtu i vendosur edhe në Ustica dhe në Ponza. Por gjëja më interesante është se në vitin 1943, tani është pjesa që duhet hym sa të largohet kjo makinë, duhet marrim këtë rrugë për të ngjitur në qytet. Pak a shumë, në vitin 1943, kur Mussolini humbi pushtetin, Italia ju arrestua nga forcat e karabinierëve të urdhëruar nga mbreti, i cili vendosi si kryeministër marshalin Badoglio. Në atë kohë, eksaktësisht në atë kohë, po ecim këtej për të bërë këmbësorët, Mussolini u soll në një ishull përballë Ventotenes, në ishullin e Poncës për të ruajtur. Por, me qënë se ishulli i Poncës ishte shumë i ekspozuar dhe mund të mbërriej nga trupat gjermane ose nga nëndetëset gjermane, u vendos që ai të spostoj. Por aleatët të cilët kishin informacion, por të gabuar dhe mendonin që Mussolini ndodhej në Ustica ose në Ventotene, i bombarduan të 3 vendbanimet, pra Poncën, Ventotenen dhe Usticën, me shpresën që do të vrisnin Mussolinin. Ndërkohë, Mussolini ishte transferuar në një zonë tjetër malore të Italisë së Veriut, ku më pas u shpëtua nga forcat gjermane të Otto Skorzenit, një major gjerman, i cili çuditërisht mbriti me të parët helikopter të përdorur për veprime ushtarake në historinë e globit. Këtu duket edhe më mirë burgu, thash, burgu ka qenë pjesa më signifikative e Ventotenes, ndërkohë që kjo pjesë këtu është thuajse pjesa mesjetare e qytetit. Mbi mesjetare, ja dhe qendra e Ventotenes është një ishull fare i vogël, me kishën. Kjo është qendra, e cila ka kishën qendrore, disa bare, restorante, dhe i numër shumë të vogël banorësh. Shiheni dhe ajo shtëpi është shumë e vjetër, duket nga kupolet sipër saj. Kaq është e gjithë qendra e fshatit, një ishull fare i vogël i cili u bë i famshëm fal burgut të tij, një prej burgjeve më të vjetër, më të sigurt dhe më të bujshëm të Italisë. Rreth rrotull ka pak shtëpi që përbëjnë, thash, një prej ishullve të rrallë të Tirenit, një prej ishullve më të izoluar, por ndoshta dhe më interesant të Italisë.
Kjo është ikja nga ishulli i Ventotenes, i njëjti tragjet që na solli, ishulli është në këtë drejtim, ndërkohë që burgu i famshëm i Ventotenes është në ishullin përballë, në Santo Stefano. Shihni të dyja në diferencë, vleka për t'i bërë edhe një reels të dyjave bashk. Pra Ventotenia, ishulli Ventotenes